Zonja dhe zotëri, mirëdita dhe mirë se erdhët tek ditari. Sali Berisha i fitoi zgjedhjet, por Edi Rama nuk ja lë pushtetin. Kështu përkthehet rezultati i saktë të parë me sytë e opozitës. E vërteta pastaj është tjetër gjë. Ju a shpjegoj nëpërmjet historisë së vërtetë të Maksit. Kur hyri në klasë të 5 në vitin 1995, për herë të parë po përballej me vlerësimin me notë në shkollë, ndryshe nga 4 vitet e mëparshme që mësuesit e fillores përdornin dobët apo të lumtë dora për vlerësimin e tij. Sistemi arsimor po e përballte me një të panjohur, kur deri më dje ishte mësuar me rutinën. Stresohej para çdo testi, fshihej në karrige para çdo ngritjeje në terrasën e zezë, pati lëndë ku shkëlqeu e të tjera ku ngeli për vjesht. Kështu i kaloi vitet Maksi, me atë ndjenjë që ja ktheu shkollimin në traumë dhe vitet më të bukura në ankesë, sa për vështirësinë e sa për mësuesit që gjoja nuk ishin të dashur me të, por kurrë nuk fajsoi veten pse nuk mësoi sa duhet. Një prej ish drejtuesve të Partisë Demokratike dhe ish dekani Fakultetit Ekonomik, Omer Stringa, më tha shumë vite më parë. Problemi me studentët është se kur ua japin provimin, thonë e morëm. Kur nuk e kalojnë, thonë nuk na e dhanë. Kush i fitoi zgjedhjet, e kupton sot edhe ai që ka ngelur në matematikë. Por zgjedhjet u mbyllën me një verdikt të padiskutuar dhe me provën e pastër që nuk ka shqiptar këtu e jashtë Shqipërisë që mendon ndryshe nga sa konfirmua matrica zgjedhore të Partisë Socialiste për rezultatin. Ajo që pason është i njëjti refren i këngëve Tallava që nuk shquhen për tekste prekse, por për zhurmën që prodhojnë, akuza për vjedhje ndërhyrje, ankesa për mbajtje anë, sulme dhe në fund ajo që u pa mbrëm ishte sulmi ndaj mediave, të cilat deri dje i akuzonin që nuk u jepnin kohë mjaftueshëm, e sot pse u japin kohë. Kur gishtin nga vetja, aq më pak pasqyrën. Prandaj në 1989, Faik Konica do të shkruante: mjerimi i shqiptarëve ka qenë në tërkohërat, të kapej pas individëve dhe jo pas ideve. Historia e Shqipërisë është e mbushur fund e krye me prova të tilla të përngjashme, por a vjen çdo e keqe me një të mirë apo anasjelltas? Me kënaqësi e diskutojmë këtë me Haris Vongli dhe Elena Halila që kam në studio si pedagoge dhe psikologe nga ana tjetër. Pa harruar edhe lidhjen nëpërmjet internetit me juristin nga Matan Adriatikut, Gentian Alimadhi. Faleminderit që pranuat ftesën që të tretë jeni pjesë e kësaj hapësire të parë. Faleminderit juve. Zoti Alimadhi, e nis me ju. A u surprizuat me rezultatin e diasporës? Nuk u surprizova nga fituesi, sepse ishte imagjinueshme që nuk mund të kishte fitues tjetër. Por surprizova nga rezultati i ulët i partive të vogla, që në fundit rezultatin të vogël nuk e kishin, po thjesht për fajt një sistemi zgjedhor i zgjedhur i aprovuar nga dy të mëdhajat u penalizuan. Thjesht kjo. E drejt. Çfarë mund të themi ndërkohë, zonja, sa i takon rezultatit? Ishte i parashikuar sakt apo rezultoi saktësisht sikurse u parashikua? Ishte parashikuar jo sakt. Jo sakt. Mendoj që në përgjithësi kur kemi të bëjmë me një pushtet i cili fiton radh pas radhe, mandat pas mandati, në tërësi, të paktën ne që jetojmë jashtë në diasporë, sikurse unë edhe të gjithë kolegët e mi të lëvizjes Diaspora për Shqipërinë e Lirë, kemi gjithmonë shpresën, duke pasur dhe ato optikën dhe zërin kritik, kemi gjithmonë shpresën se do të kemi një rotacion mbas një ngjarje të paprecedent që janë 3 mandate të fituara nga pushteti aktual, me dëshirën se do të ndryshojë, pra do të fitoj, po themi, opozita apo pse jo dhe partitë e vogla, figura të reja për të cilat politika shqiptare ka shumë nevojë, duke patur dëshirën për rotacion, të gjithë kishim, po themi, dhe atë entuziazmin se do të kishim rotacionin për cilën folëm, por kjo gjë nuk ndodhi dhe ka pasur polemika, ka pasur diskutime, si me ne që jemi në diasporë edhe me miqtë tanë që kemi këtu apo familjarët, e them këtë pse dëshironim ne rotacionin. Një gjë që e dallon jetesën time në Angli me një gjë që e dallon jetesën time në Shqipëri, duke qenë se jetesa ime është ndarë në të dyja këto vende. Sa herë që unë mblidhem me miqtë e mi në Angli, ne gjithmonë diskutojmë në mënyrë kritike. Diskutojmë për familjen, për politikën, për arsimin, për shëndetësinë, për median, secili në atë fushën e vet, sepse jemi dhe majoren tani më. Kemi atë eksperiencën e dur dhe vitet eksperiencë me shpatulla. Kur vin këtu, përballemi komplet me një gjë tjetër,
sepse nuk kemi të bëjmë me bashkëmoshatarët tanë të cilët ulen dhe kritikojnë situatën politike. Pra, ne që jetojmë jashtë vendit, kemi një tjetër situatë makro dhe mikro për Shqipërinë, e shohim dhe e gjykojmë ndryshe dhe kur vim këtu, shohim totalisht sikur janë dy Shqipëri, po në fakt është një Shqipëri me problematika dhe me të mirat e veta. Megjithatë votën këtë herë dërguat nga jashtë dhe rezultoi që ishte koherente me atë që ndodhte brenda, apo jo? Për ata, së pari 200 e ca mi vota ose 195.000, pra 200 e ca mi të regjistruar, sepse mendoj që shumë vota nuk janë dërguar, po themi po të analizojmë ato 120.000 vota nuk kanë dërguar fare mbrapsht. 195.000 në optikën time nuk e përfaqësojnë gjërësisht gjithë vullnetin e diasporës, sepse ne dim që kemi më shumë shqiptarë që jetojnë jashtë se sa brenda. Mendoj që partitë respektive të dy kajeve, po dhe partitë e vogla, kanë ndikuar këtë rezultat të votës në proporcion të drejtë me takimet dhe me agendën e tyre që kanë pasur në diasporë. Për shembull, në mendimin tim, Partia Demokratike apo partitë të tjera opozitare, duke mos pasur dhe pushtetin për rrjedhoj, duke mos pasur dhe financat për ta përballuar të bërin politik dhe fushat jashtë trojeve shqiptare, ka punuar më pak atje. Ndërsa partia në pushtet, si e parë në për media, por edhe në rrogoz, le të themi, me këtë gjuhë popullore, kanë punuar sepse kanë financat, kanë pushtetin, kanë deleguarit e tyre, fatkesisht të gjitha ambasadat janë vënë në dispozicion të këtyre zgjedhjeve elektorale, këtyre votimeve do thosha, dhe kanë punuar shumë herë më përpara. Zhgënjimi me votën e diasporës, sepse thashe parashikoja për një rotacion, ose në mos rotacion një diferencë më të ngushtë mes partive të mëdhaja dhe një, po themi, fitore më të madhe të partive të vogla. Pse? Sepse në rrethet tona që diskutojmë, po si duket edhe diferenca intelektuale apo qasja mes shqiptarëve që jetojnë në diasporë me Shqipërinë është e ndryshme, sepse ne në diskutimet tona gjithmonë kemi folur janë të rinj, duhet t'i mbështesim të rinj, ka këto parti të reja, është Lapaj, është Shabani, për shumë Shabani është brezim, ai ka mbaruar në Oxford, ne jemi takuar aty, kemi miqtë e përbashkët, me miqtë e përbashkët kemi diskutuar, Agron Shejaj erdhi, eksponent të PS-s kanë ardhur, eksponent të PD-s kanë ardhur dhe ne me njëri tjetrin e kemi diskutuar që me siguri këto parti të reja ndoshta nuk shikonim absolut fitoren pra rotacionin, por shikonim një numër më të lartë të partive të reja në pluralizëm në parlament, sepse mendonim që në këto 4 vjet duke pasur më shumë figura të reja në parlament, Qori, sigurisht Eral Kapri, Barbara Doda, Agron Shejaj, pse jo edhe të tjerë të Partisë Mundësia, kemi parë edhe figura shumë të mira edhe aktive edhe në Partinë Socialdemokrate, kemi parë gjithashtu te Endre Shabani dhe te Adriatik Lapaj. Pra, me idenë që kjo parlamenti i jashtëm do të dominohet nga një, po themi nga një plejad e të rinj, pra një numër më i rritur i zërave opozitar që do të sjellë përrjedhoj në 4 vitet e ardhshme, pse jo rotacionin, sepse fatkesisht ne nuk e kemi rregulluar me ligj që mos lejohet më shumë se 2 mandate qeverise në një botë perëndimore, në mendimin tim. Pra, unë kam jetuar edhe në Kinë, Dita Beti Ferencën, edhe në Amerikë, edhe në Europë, edhe në Shqipëri, unë e di shumë mirë si Haris, studiuse e shkencave politike, pedagoge e shkencave politike, po ashtu edhe e miqve të mi që janë jurist, edhe në profesionet të tjera, ne dim ta bëjmë diferencën mes... Kemi një tjetër qasje ndaj demokracisë, kemi ne e kemi absolutisht, e ka gjithë Ballkani këtë qasje. Pra, për shembull mua që kam vite që kam jetuar në Britaninë e Madhe, unë kam parë se sa e gatshme është politika atje dhe politikanët atje të back-up, pra të tërhiqen kur është e nevojshme. Për shembull Liz Truss, ish kryeministja britanike, në momentin që ajo nuk dinte ta bënte punën, tha nuk e bëj dot. Ish kryeministja e Zelandës së Re, në momentin që populli do t'i besonte një tjetër mandat, ajo tha unë do të dedikohem familjes time, mendoj që kam bërë mjaftueshëm për vendin tim, nuk e bëj dot më. Pra, kjo është një liri e jashtëzakonshme e individit, liri intelektuale, liri edhe ekonomike, po mbi gjitha liri shpirtërore dhe intelektuale që njeriu mos jetoj për politikën dhe vetëm për politikën. Nuk mund të jetosh vetëm për politikën. Politika është një sferë e jetës sonë dhe ne duhet jemi shumë koshient për këtë gjë. Më lejoni që t'ju jap një tjetër qasje, gjatë gjithë kohës e kemi prezantuar si një ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, por sot dua të mirpres në bisedë Floriara Rapi,
Faleminderit Floriar që ju bashkua të kësaj katërsheje fantastike, do thoja unë. E di pse e them këtë, nisur nga një postim i fundit i juaj në rrjetet sociale, ku kishit shkruar: zgjedhjet mbaruan, tani mezi po pres Sali Berisha mos të njohë rezultatin, ndërsa Edi Rama të pranoj blerjen e votave për të mbajtur në pushtet Sali Berishën. Si ta kuptojmë këtë? Kjo është ajo që neve, kuptimi kësaj do të jetë nga ajo që ka ndodhur në historikisht në zgjedhjet shqiptare. E njëjta gjë ka ndodhur në 97, në 2001, në 2005 ndryshoi, po në 2017 kur Partia Demokratike ishte në opozitë. E njëjta gjë në 2021, në 2025 gjithashtu, për mos të thënë edhe për zgjedhjet lokale. Pra është një refren totalisht i përsëritur, i një mos pranimi të përgjegjësisë të politikanëve, më thonë, ose le të themi politikani kryesor i politikës shqiptare mbas viteve 90 të Berishës, që tani është duke kaluar në nivel qesharak dhe është duke quar Partinë Demokratike fatkeqësisht drejt shpërbërjes. Ju keni dhënë angazhimin tuaj, Floriar, vite më herët për sa i takon organizimit të zgjedhjeve apo mbështetjes ndoshta të ndonjë prej partive politike. Sot dukeni distancuar, çfarë ju zgënjeu? Po, pikërisht ishte kjo arsyeja, sepse unë kam qenë militant, kam qenë drejtues degen i Partisë Demokratike, dhe që prej moshës vogël, që prej fëmijë, unë kam qenë i angazhuar në Partinë Demokratike, që prej vitit 90, në fakt, dhe mund të them nga viti 94-95 isha 15 vjeç, e deri në vitin 2017 nuk kam lënë asnjë organizim Partisë Demokratike, asnjë protest, asnjë zgjedhje pa marrë pjesë në to, duke dhënë kontributin tim. Por një refren i përsëritur pa përgjegjshmërie dhe një mungesë totale meritokracie në këtë parti bën që ti të distancohesh si një parti i cili nuk ka vend për mendim, për reflektim, apo nuk ka vend për përmirësim, sepse problemi i parë që ti të përmirësosh apo të shërosh një problem, një smundje, është që ti të diagnostifikosh atë. Dhe diagnostifikimi i kësaj situate, tani, po edhe në zgjedhjet e mbarshme, ka qenë diagnostifikimi gabuar. Pse? Sepse kuptohet gjithsesi. Me sa duket ka një shkëputje të linjës së internetit. Po, Floriar, ju kemi sërish. Gjithsecili ka arsyet e tij për të dhënë dhe deri diku arsyet qëndrojnë, dhjedhja e votave, shantazhi dhe ndërhyrja e bandave e tjera. Mirë po, në përqindjet, ose le të themi, cilët është faktori kryesor, sepse duhet të tentojmë edhe një herë tjetër me Floriarin. Helena, jo më kot ju lasht në fund. Psikologjikisht duket sikur të gjithë e kanë të vështirë të thonë emrin e fituesit. Jo, ndoshta juve, unë personalisht kam një qasë tjetër, ajo çfarë ka ndodhur në fushatën elektorale të fundit, përveç rrethit vicioz dhe ata të cilët kanë dalë në media dhe Berishës që kanë menduar që do fitojnë, unë nuk kam takuar si demokrat që do mendonte se do fitonte. Të paktën kjo është takimi dhe fatmirësisht ne kemi takime të vazhdueshme me njerëzit, përfshirë edhe universitetin. Dhe ajo çfarë ndodh në politikën shqiptare është një problem shumë i madh, sepse përfshirja e të rinjve, thanë dhe kolegët, ka qenë pak e vështirë, hapja e vendit të ri, edhe mbështetja e të rinjve. Këtë gjë kemi diskutuar, jo vetëm ne që jemi të fushës së komunikimit apo të shkencave politike. Ne kemi patur disa djemë dhe vajza të cilët kanë një background dhe ka një lloj diskutimi, sepse në Shqipëri është një fenomen që nuk do shqitet edhe për ca vite, nuk na pëlqen
asgjë. Do të thonë nëse vjen një i ri nuk na pëlqen sa i vjen nga jashtë, ose vjen nga i panjohur, po nëse është i panjohur, le të themi me kontributin publik apo mediatik, jo të gjithë kanë këtë mundësi. Mund të jetë i njohur në zonën e tij, do të thonë mund të jetë në një qytet të tjetër. Dhe eksakt, dhe ku do ta tregoj ose ku do ta dëshmoj gjithë vlerat që ka. Ndoshta mund të jetë një mjek ose një mësues në një zonë X që mund të jetë shumë i preferuar dhe mund të ketë qenë shumë më kontribues në qytetin në cilin është, dhe nuk është nevoja që ti marrësh të gjithë shtektarët politikanët, ka një recept tjetër dhe ti tek disë gjithandej me influencë që kanë, që mund të jetë influenca politike apo mediatike. Këtë e them jo vetëm për partitë e vogla, as për Partinë Demokratike dhe për Partinë Socialiste. Se të paktën unë personalisht kam qenë një zë, duke mos qenë as anëtare partie, po kontribuese ndër vite e Partisë Socialiste, që ajo çfarë duhet thënë dhe ajo çfarë duhet promovuar duhet bërë kjo gjë. Se në fakt në një parti politike ti futesh për të përmirësuar atë komunitet të cilit ti i përket. Unë personalisht isha studente shkencave politike atëherë, por bëja studimet në këtë profil dhe thash, okay, do futem brenda Partisë Socialiste, më pëlqente dhe vazhdojnë të më pëlqej, përderisa jam pjesë e saj dhe më pëlqeu dhe raundi i fundit që ishte raundi më i rëndësishëm për ta fituar raundi evropian, nëse mund ta cilësojmë kështu, që duhej ky raund të fitoj për ta përmbyllur le të themi një kapitull për cilin është folur vazhdimisht kur thatë raundi evropian. Dhe po jo, është në thojza ajo kështu që është e kuptueshme, të paktën ne jemi për 4 kampion dhe kampionët gjithmonë ata të cilët janë kampion që flasin në emër të punës së tyre janë pak më kampion jo të egzaltuar dhe jo shumë festiv. Sepse nëse ne flasim për diskutimet e listave, pastaj ne mund të ulemi dhe mund të analizojmë të gjitha qytetet dhe të marrim një nga një të gjithë anëtarët, le të themi simpatizantët, anëtarët e partisë, ata të cilët janë vendosur në lista të mbyllura të hapura etj. Kjo fushatë elektorale ka sjellë elemente të cilët kanë shumë befasi, ka element për shembull që ne jemi befasuar nga vota të cilët nuk kanë patur nevojë të kenë një suport ekonomik apo politik dhe kanë arritur deri në vota shumë të mëdha. Ka patur të tjerë për të cilët është diskutuar, është hedhur hije dyshimi e vazhdueshme, ka patur edhe grupe në të cilat le të themi kanë punuar dhe pse kanë qenë brenda listës së hapur për shembull apo listës së mbyllur. Ka deputetë të cilët kanë ndihmuar njërin deputet apo deputetin tjetër dhe nëse dikush bën teori televizive dhe teori politike nuk e din se Elena nëse ka qenë në listën e hapur, pavarësisht se ka dalë në listë mund të kenë ndihmuar një tjetër dhe është atashu dhe votat e tij ka çuar atje. Pra a jemi neve kaq të sigurt me gjithë të poterën politike që bëjmë, se kemi marrë gjithë nga neve dhe bëjmë atë zhurmë, marrim një tigatë duket sikur zhurmojmë gjatë gjithë kohës nëpër media. Dhe ajo çfarë është reale në përditshmëri, në fushatat elektorale, nuk është 100% ajo çfarë edhe del dhe serviret nëpër media, sepse ka shumë individ të zhgënjur, ka edhe individ të dëshiruar, ka shumë individ në listat e mbyllura dhe listat e hapura të qyteteve, pak të flas për Partinë Socialiste që vërtet janë të dëshiruar dhe kanë një lloj le të themi pëlqyeshmërie pak më të gjerë se ndoshta individ të tjerë. Ka shumë të cilët janë gëzuar për shembull që ka të rinj. Nëse ti merr listën e Partisë Socialiste dhe të Tiranës dhe të Fierët, të Elbasanit dhe të tjerë, janë disa djem dhe vajza që ne kemi patur fatin t'i njohim edhe në raporte miqësie, por edhe në raporte mediatike. Nëse merr krahun tjetër pastaj ose disa të tjerë të zhgënjur dhe të pamundur, atëherë çfarë ndodh? Ndodh një fenomen që ti thua jo, nuk janë të mirë. Pra kush janë të mirë? Emigrantët nuk janë të mirë. Diaspora nuk duhet. Diaspora është vizituar në vitet e fundit, pra të gjithë politika ka shkuar dhe i ka parë diasporën dhe i ka dëgjuar tani në vitet e fundit. Ndërsa diaspora veshët i ka patur këtu sepse ka qenë gjithkohës duke dëgjuar dhe çfarë po bën dhe e ka vëzhguar dhe e ka jetuar situatën në Shqipëri. Sepse të gjithë emigrantët që jetojnë në diasporë kanë investuar në Shqipëri. Mua personalisht më shqetëson nëse është një sjellje jo e hijshme në një qytet evropian, në një shtet evropian, kur unë kursimet e mia shkoj atje dhe bëj pushime atje dhe gjithmonë ankohem, patjetër që ankohem, ndoshta edhe në dogan mund të ankohem. Dhe ka ndodhur kemi qenë një grup sepse unë ndjeva jo mirë me këtë pasaportën që kemi, sepse unë neglizhuam aty dhe sigurisht që unë ndjeva e fyer për kursimet e mia që kisha vendosur të shpenzoja në X shtet evropian. Por a janë të fyer emigrantët shqiptarë të cilët i kanë bërë gjithmonë pushimet këtu për patriotizëm, për dashuri, për të investuar në vendin e tyre, që kanë blerë shtëpitë këtu, që kanë ardhur dhe kanë parë se sa ka ndryshuar një gjë apo një gjë tjetër. Nuk jam fanse e Partisë Socialiste. Por duhet kuptojmë një gjë që ajo çfarë është e ndryshme nga ne është e ndryshme dhe nuk mund të jetë e njëjtë. Dhe ky raundi 4 normalisht që dëshmoj që duhet ta përmbyllim. A do jetë Rama pastaj vazhdues apo jo, kjo është çështje tjetër. Por ne duhet kuptojmë që me listat që janë bërë tani disa të rinj kanë një sinjal shumë të mirë. Edhe primarët dhe deputetët që duam, e kemi thënë në disa emisione, kanë patur individ fantastik dhe duhet kuptojmë
që Shqipëria mund të bëhet, sepse nuk i mungojnë resurset. Thjesht duhet të mësojnë ta lider që tërhiqen edhe të lënë disa vende të sigurta për të dhënë një kontribut. Pastaj kemi edhe disa kandidatë që kanë fituar, që jam e bindur që ju do ndalem mund të kandidatët që kanë fituar, sepse nëse referohemi qarkut të Tiranës për shembull, duket qartë që nga listat e Partisë Demokratike më të kotuarit janë të rinjt, respektivisht Ilir Ali Mehmeti apo Jorida Tabaku, ndërkohë nga listat e Partisë Socialiste janë të vjetrit, socialistët duan të vjetrit në parlament. Gentian, si shihet nga jashtë? Unë e di që ju jeni zhgënjur që nuk keni përfaqësim më tepër të partive të reja, por më pëlqeu dhe konstatimi ndoshta i Adriatik Lapajt, mandati vetëm i tij është mandati më shumë i votuar në Shqipëri dhe në diasporë. Po, nuk jam i zhgënjur sepse, siç u tha, shpresojmë një pluralizëm politik më konkret. Është e vërtetë që në këto zgjedhje u paraqitëm me shumë oferta, pra kishte shumë ngjyra. Është e vërtetë, e dinim që ndeshja ishte e vështirë, e dinim që nëse do ta paralizonim me një ndeshje futbolli, luante Real Madrid kundër Gramozit. Partia Socialiste ishte si Real Madridi, sepse kishte të gjitha resurset e mjaftueshme, kanë kohë që punojnë, kanë një strukturë organizative, ata që ne quajmë patronazhist, edhe që nuk është e ndaluar për mendimin tim, mund t'i bëjnë gjitha partitë që ishin të organizuar. Normalisht nuk jemi dakord me shitblerjen e votave, po ato jam i sigurt që e bëjnë të gjitha partitë mundojnë ta bëjnë ato që kanë mundësi dhe që kanë lekët. Pra, ishte një ndeshje e parabartë në këtë drejtim. Kishim nga ana e fituesit gjithë pushtetin e mediave, që nuk është gjë, shumicën e pushtetit të mediave, që nuk është gjë për tu sotovalutuar, për tu nënvlerësuar. Pra, nga ana tjetër kishim një opozita PD-ja, që ishte opozita ku shumica kishin syt për të bërë çik konkurrencë, ajo ishte e shpërbër tashmë. Kishte shumë hemoragji në radhë të saj, por mbi të gjitha ishte prezantuar nga një person që 100 ditë, mbi 100 ditë ndeti brenda në shtëpi. Mos harrojmë që diaspora, vote diasporës dhe të rinjtë e diasporës votuan një përqind të lartë për partitë e reja, sepse Shqipëria bëhet ka mbi 8%, pra trendi ishte më lart në diasporë se sa në Shqipëri. Ku në Shqipëri janë pikërisht patronazhistët, pikërisht ato klientelizmi e tjera ndikuan. E kupton, vendet e punës për administratën publike që duhet mbrojtur duke ofruar vota dhe kartë identiteti. Pra, organizimi i PS-s bëri në mënyrë të tillë që në Shqipëri të kishte një rezultat më të madh se sa në diasporë. Pa ma dhe diaspora, ajo pjesa gri e diasporës që nuk kishte interesa drejt për drejt ekonomike me votën, ka parë një parti socialiste që një Edi Rama që mburej për spakun dhe për atë që bë. Edhe pse brenda ishin shokët e tij, bashkëpunëtorët e tij. Nga ana tjetër kishim Sali Berisha që ishte kundër spakut. Mos harrojmë dhe këto probleme. Pra unë si një lektor, një votues naiv, kur shoh njërin që thotë që buhet me spakun, edhe tjetri që thotë duhet ajë spakun, këtë zgjedh. Dhe nga ana tjetër kanë frikë sepse vota tek ato partitë e vogla i kanë dëm. Pra kanë frikë se ai që bro spakun nuk votohet, atëherë unë votoj për mos u çuar votën dëm. Pra është një arsyetim naiv i thjesht, simplicistiko, votoj për atë që më mbron spakun edhe që Shqipërinë ma ka bërë të bukur. Sepse unë që kam barkun plot në Itali, nuk e ndjej shumë barkun bosh të shqiptarit, i themi gjëra siç janë. Pra unë shoh fasadën, shoh që estetika, Rama është njësh me këtë drejtim, estetikën ai e ka respektuar, ai di të shitet popullit vetë një pjesë të mirë, po e di të shitet dhe Evropës. Që si organizon takimet ai, si organizon pritet me udhëheqësit duke i bën asnjë udhëheqës, asnjë japonez dhe një kinez nuk e bën. Pra ai është një artist, një manipulator perfekt që di të shitet edhe do ta çojë Shqipërinë edhe në Evropë, mase pikërisht në këtë, pa ama në qoftë se ne nuk i themi atij dhe Evropës, ore prit një se ma lyeve pallati po brenda shtëpisë nuk kam çat ha, atëherë mish na bëhet sepse nuk kemi sens kritik. Edhe unë shkruajta një artikull në gazeta italiane, gazetë kombëtare para ca ditësh, para zgjedhjeve, dhe thash pikërisht të gjë. Në Shqipëri kemi një elektorat ku një pjesë blektore, një pjesë agrare e popullsisë shitet me një thjesë miell, më falë nëse ju ofendoj, një pjesë tjetër në metropol shitet me 50 euro,
dhe administrata publike shitet me vendin e punës. Në qoftë se ajo pjesa tjetër që nuk është e lidhur me këtë interes, nuk proteston, nuk ka një sens kritik, pra fryma kritike mungon, kështu do vazhdojmë. Do kënaqemi me aparencën sepse kemi dhe konfliktin e interesit, do kënaqemi dhe do vazhdojmë të kultivojmë kultin e individit sepse jemi rritur me kultin e individit në gjithkohën e diktaturës dhe vazhdojmë ta bëjmë akoma. Mos harrojmë sepse lideri tan, njëri është një ish komunist, Sali Berisha, tjetri është i biri një komunisti. Po ky biri komunistit është më modern, ti të shitet më mirë, është një oriental më modern. Sali Berisha është një oriental dok, autokton, me identitet tipik oriental, që nuk i pëlqen të rive, i zë frika, sepse është më agresiv, është më violent. Tjetri është më i moderuar, është një më manipulator, është më lejon dhe fjalën kundër, në lëndë të shkak këtu pa pasur probleme. Sali Berisha rrezik do t'i eliminonte ata që flasin kundër. Ky tjetri, çuni komunistit, eliminoi gjithë kundërshtarët e tij dhe krijoi një autostradë të hapur për të fituar zgjedhjet, ka për të fituar gjithmonë edhe për 2 dekada të tjera derisa të lodhet, në qoftë se mungon ajo që tha më përpara, fryma kritike dhe nuk e kuptojmë që duhet mbushur dhe barku dhe jo duhet krahasi vetëm syrin me fasadat. Kjo është ajo që mendoj unë. Patjetër. Floriar, mendoni ju se mungon fryma kritike në këtë vend apo alternativa brenda së cilës të ketë edhe meritokraci dhe përgjegjësi për çfarë ndodh? Më falni, se mund të prej linja më përpara. Unë pikërisht isha duke folur për këtë pjesë, pra duhet gjendur përgjegjësia kryesore, sepse përgjegjësi dytësore mund të ketë disa, për cila është përgjegjësia kryesore. A mund fshihemi në 97-ën, në 2001-shin, 2003-shin, 2007-ën, në gjithë zgjedhjet, 10 palë zgjedhje, apo më tepër që ka humbur Berisha, mund të fshihet gjithmonë mbas blerjes votës dhe mbas bandave, mbas krimit dhe ta gjej fajtorin gjithkund, përveç se tek vetja e vet. Për mendimin tim kjo është totalisht e gabuar. Në radhë të parë, Partia Demokratike problemin e saj e ka brenda vetes saj. Njerëzit e saj që janë në krye, elita kryesore e tyre që janë rreth Berishës, janë njerëz që nuk kanë asnjë meritokraci përveç të qenurit besnik ndaj kryetarit të tyre. Pra, në këtë parti fillojnë riciklohen figura që janë demode dhe lihen jashtë figura që janë aq të dashura për publikun. Në një rast tipik është Tirana, ku Jorita Tabaku vendoset në listën jashtë listës sigurt dhe brenda listës sigurt futet Josefina Topalli, se nuk e di se çfarë lidhje mund të ketë Josefina Topalli me Tiranën apo me rëndësinë politike dhe të lësh ju bashkua për shkak të diasporës, kam përshtypjen e ka shpjeguar vetë Berisha këtë gjë, që të jemi koherent me çfarë është thënë. Dhe dakord. Apo element të tjerë, siç është Klevis Balliu, apo Flamur Noka, apo të tjerë që futen në listat sigurta, Edi Paloka, dhe jashtë saj lihen figura që janë edhe simpatike, le të themi, për publikun, por edhe që kanë dëshmuar që kanë marrë vota, siç ishte Ilir Ali Mehmeti apo të tjerë. Pra problemi kryesor i kësaj partie është mos reformimi dhe ngjitja e fajit, gjetja e fajit gjithkund. Gjetja e fajit tek bandat, gjetja e fajit tek pushtetit, tek blerja e votës, patronazhimi, dhe më së fundmi dje ishte një humor, një diçka nuk e di, domethënë nuk gjej fjalë dot për ta komentuar, përplasja me mediat. Kjo ishte qesharake. Dhe pikërisht për këtë unë bëra një status dhe ku thoja, kur dhisi vjen fundi, vjen ngordhja, fillon edhe shkon edhe hap bukën e bariut. Të gjesh fajtorin te mediat dhe të armiqësohesh me mediat, megjithse sado që të jetë, se pushteti kuptohet që ka pushtetin e tij edhe mbi mediat edhe mbi personet. Mirë, por në tërësinë e saj media është në të përgjithshmen e saj. Media gjithsesi është e pavarur dhe aq më tepër përveç mediave gazetare, dhe nëse media disi e varur, gazetarët janë përgjithsisht të pavarur,
për shkak se ata nga eksperjenca ime apo nga njohjet e mia apo edhe nga marrëdhëniet që ata kanë me njerëzit, ata i njohin më mirë politikën nga brenda dhe mendoj se janë të pavarur. Por të armiqësohesh posaçërisht me mediat dhe kanë ata fajin, kjo është një akt vetvrasje politike. Dhe e gjithë kjo është të gjitha këto veprime që Partia Demokratike vepron me shumë mundësi nga mendja në thonjza geniale e Flamur Nokës, se mendoj ai mund ta ketë frymëzuar këtë gjë që qoftë militantët, qoftë edhe drejtues të partisë ziheshin dhe kapeshin me fjalë me mediat dhe përzinin mediat nga mitingu i tyre, nuk e di se ku i çon mendja këta njerëz. Dhe rezultati i kësaj i këtyre veprimeve është ky mos reflektim, le themi, është vazhdim në krah të kundërt të ecjes përpara, pra ata janë duke ecur mbrapa dhe le themi parashikoj ose mendoj që nëse Partia Demokratike nuk do reformohet dhe nuk do filloj të shëroj problemet e saj, por është sikurse i smuri që ka probleme mendore pi ilaçe shtatzanie, kjo është forma se si po vepron Partia Demokratike, atëherë është pashmangshmërisht që Partia Demokratike është duke shkuar drejt rënjes së saj dhe përfundimisht drejt edhe shpërbërjes së saj, ose të kalimit të një partie të dorës së dytë. E drejt, Haris, u thanë kaq shumë gjëra, besoj. Po, u thanë kaq shumë gjëra për humbësin. Që ne kemi një humbës, një kah politik që është humbës, është fakt. Që a duhet të analizojmë humbësin më shumë se fituesin, për mua kjo Jo, po jemi në një transmetim televiziv që do japim kohën respektive gjithsesi, nuk është se por unë kam ndjekur jo këtu, flas në tërësi në mediat, se Amini para një jave, para se të bëshin zgjedhjet, tha nëse do të fitonte, dhe më pëlqeu goxhaja pjesë, sepse më pëlqen edhe mendimi i tij në raport me gjithë aktualitetin politik shqiptar, tha nëse fiton Partia Socialiste, pra fitore mbas fitore, në fakt ky është një dështim, jo vetëm i gjithë shoqërisë, por është edhe një dështim i medias, është një dështim i radhëve të intelektualëve, i analizëve, i gazetarëve. Kolegu tha që kemi një gazetari, pra kemi një media të lirë. Ne kemi disa ishuj lirie, nuk mendoj që kemi në tërësi media të lirë, sepse unë kam 4 vite që studioj dhe për temën time të doktoraturës rolin e medias e lidhjen e saj me politikën, dhe në absolut nëse shohim kemi një vetë censurim të jashtëzakonshëm të gazetarëve, dhe kjo vjen për shkak të presionit të jashtëzakonshëm që bëhet nga të 4 anët, edhe ka shumë të bëj financimi mediave, pse duhet të vetë censurohen gazetarët? Sepse edhe në këtë studio më është thënë edhe nga Partia Demokratike shumë herë që media neve na mbyll dyert, dhe kur unë i them cila media mbyll dyert, dhe atëherë thonë jo ju. Pra dua të them, në një kohë kur të paktën në 2 vitet e fundit Partia Socialiste nuk ka denjuar të dalë në media, dhe gjithë koha televizive kushtuar politikës i është referuar Partisë Demokratike, ndonse për fat të keq ka pasur ngjarje negative në historikun e saj për të cilat duhet të flasë, duhet të bind elektoratin, koha i është dhënë atyre. Pra dua të them, kjo media me të mirë apo me të keq, kohën ja ka dhënë opozitës, kësaj të vjetrës apo edhe të res. Media në tërësi, dhe këtë ja kam thënë Luciano Boçi direkt, të gjithë pa përjashtim. Forma se si e përdorim në median është diçka që ndoshta nuk është problemi i medias më. Është problemi atyre që partitë politike lejojnë të dalin në media. Pra se mos ta shohin në të vërtetë kështu siç është. Sigurisht që kjo që thoni juve qëndron. Unë po flas në planin makro dhe vetë censurimi i referohet dhe të paktën me ato që unë kam lexuar në media shqiptare, historive specifike të shumë gazetarëve, të cilët nëse kanë folur, kanë ngritur zërin e tyre, kanë rrezikuar vendin e punës. Një nga ato raste është dhe rasti i zonjës Klodiana Lala, e cila ka pasur një moment në karrierën e saj mediatike që ka ngelur dhe pa punë vetëm sepse ishte një nga zërat
gjërat më kritik dhe sigurisht prekte, le të themi, bandat, pushtetin e jashtëzakonshëm, krimin organizuar e të tjerë. Madje është edhe një nga personat që kam intervistuar dhe ka treguar të gjithë historinë e saj. Po kjo nuk është tema. Pra pash edhe kolegun që foli dhe tha për sulmin e djeshëm që absolutisht është për të dënuar sulmi që u bë nga Partia Demokratike Medias. Por kemi 12 vjet që Partia Socialiste bën sulm ndaj medias, ndaj gazetarëve. Pra nëse sikurse zoti Sajamini besoj gjithkush ka pasur formën e vetë të qëndrimit përballë edhe pushtetit. Sigurisht, por nuk është me lehtësi. Pra rruga për ta çarë terrenin e vështirë që përpasoj vjen nga kontrolli absolut, nga pushteti absolut, nuk është i lehtë për tu menaxhuar. Unë mendoj që makiavalizmi, pra kemi makiavelist jo vetëm pushtetin, pra sa më shumë pushtetit kesh në duar, aq më keq e përdor atë, por ne kemi arritur në një makiavalizëm të shoqërisë shqiptare, sepse mos harrojmë, pra u tha doli OSBE-ja, tha një raport, folën dhe eksponent Partisë Demokratike të opozitës a partive të vogla, që thanë, neve kemi të bëjmë me një përdorim, apo keq përdorim, apo vënje në dispozicion të administratës publike nga Partia Socialiste. Atëre është thënë dhe është lënë me këtu, pra është adresuar, por nuk ka ndryshuar. Tani, ne vjedhim vota, pra Partia Socialiste në pushtet fitore, mbas fitore, vjedh vota të vjedh Shqipërinë dhe vjedh Shqipërinë të vjedhë vota. Nuk është normale se cili individ që ka punuar të paktën një herë, si kurse dhe unë, në pushtetin lokal apo në administratë publike, kur ti jep provimin e shtetit për të qenë një shërbëtor civil, ty nuk të lejohet në asnjë mënyrë përfshirja politike. Unë kam qenë ndër ato zëra që 12 vjet më përpara e ngrija zërin dhe thoshe nuk është normale, sepse aty do kesh patjetër individi do jetë patjetër bias, pra do jetë patjetër i njanshëm. Tani ne adresojmë problematikat që kemi, po nuk i japim zgjedhje. Nëse ne flasim patronazhisht, dhe nga regjia na mundsojnë këto pamje ku është edhe zonja Rama si pjesë e forumit ekonomik ditën e sotme. Unë dua t'i referohem pak çasteve më herë, diku te 30 minuta ku ishte presidenti francez Emmanuel Macron dhe në mbyllje të fjalës së tij i bëri thirrje të gjithë investitorëve të vinë të investojnë në Shqipëri. Dhe e citoj, jo vetëm pse Edi Rama është mik imi, por Edi Rama ka drejtuar Shqipërinë në një rrugtim të suksesshëm që duket sot dhe për të cilin në 2 vitet e ardhshme do jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Le të themi gjëra siç janë. Domethënë, mos ndoshta edhe ne priremi shumicën e kohës të shohim vetëm të këqijat kur Evropa ku duam të gjithë të jemi, dhe kjo besoj është ëndra e çdo shqiptari, të majti dhe të djathti e shen ndryshe këtë kryeministër, këtë qeveri, pra ti themi gjëra tamam. Shqipëria është një vend kyç në rajon, në Ballkan dhe në Europë. Që priten, pra është ka qenë, tani Shqipëria ka qenë ndër vite, sepse Shqipëria me pa Ramën liberalizoi vizat do fut në NATO. Pra Shqipëria në të gjitha vitet, jo, nuk është ajo. Domethënë, çështja është që zhvillime e curi që qëndrojnë dhe që e nderojnë vendin ka ndodhur në të gjitha vitet. Edhe vetë rënja e sistemit komunist në vitet 90 ka qenë në vetvete një fitore. A ishte koha sepse rar muri Berlinit, pra gjithë bloku komunist dhe o hap sigurisht, por kishte një person që nuk mund të flasim me gjuhë folklorike e solli ky apo e solli ai. Bëhen një sër gjërash faktor që të ndodh fitoria dhe bëhen një sër gjërash faktor që të ndodh humbja. Pra Macron sigurisht që thotë Shqipëria është një për mua që kam parë një pjesë shumë të madhe të vendeve të ndryshme të botës në lindje dhe në perëndim, për mua Shqipëria është në absolut një nga vendet më të bukura në botë. Por Shqipëria është keq menaxhuar, është keq menaxhuar, është keq ndërtuar. Infrastruktura ka anomali të jashtëzakonshme, arsimi ka anomali të jashtëzakonshme, shëndetësia po ashtu. Pra nëse ne dëgjojmë Macronin që thotë të vinë të investojnë, edhe unë nëse do isha në vend të Macronit, do të bëja thirrje dhe në Londër ku jam, të gjithë miqve të mi, pedagogëve të mi, të kolegëve të mi, supervizorit të mi, në çdo konferencë, në çdo takim që kam pasur, i kam bërë thirrje që të vinë në Shqipëri. Po kur kam folur për Shqipërinë, po kur kam folur absolutisht, por një gjë është që Macroni nuk jeton në Shqipëri. Që ti të vish dhe ti të shohësh këtë luks, kur ka njerëz në për rrethinat dhe vendet
më të afërta me Tiranën, por dhe më të largëta në skaj me Tiranën që vuajnë për bukë goje, ky është fakt. Po edhe në mes të Tiranës ka njerëz që vuajnë për bukë goje. Ideja është, po këta njerëz janë ata që e sollën me 250.000 vota më tepër Edi Ramës sërish në pushtet. Ky është fakti dhe mua matematika më ka pëlqyer gjithmonë si një shkencë eksakte sepse na sjell përpara pasqyrës më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe unë këtu duhet të them, sepse vërtet vëzhguesit e kanë konstatuar, ka pasur blerje votas, ndërhyrjet administratës, intimidim të votuesve. Unë nuk hyj te kjo. Nuk kam qenë votues dhe dua ta pranoj. Në optikën tuaj, çfarë do bënin këta vëzhgues në vendet e tyre? Në vendet e tyre çfarë do bënin këta vëzhgues? Edhe tonin e zërit të patën të jashtë në atë aspekt që të kuptoj se si jetohet jashtë. Unë dua të them, ky Edi Rama, ky i keqi, ku dëgjon, mund t'i vëmë çdo lloj epiteti. Sa vota duhet të blej që të fitoj zgjedhjet? Sepse të qenurit 250.000 vota përpara, ka një tregues që... Unë nuk mendoj që Edi Rama vetëm ka vjedhur vota, nuk e thashë, nuk e them. Jo, ka bler, thonë ato, nuk thot bleri ka vjedhur vota. Ka bler, ka vjedhur. Kjo është, po themi, një pjesë, një pisë. Po sa vota mund të blije? Ka të presioni dhe impakti, shumë pak. Sa prej nesh nga dhe të shiten për vota? Shumë pak. Por, keni administratë të tërë, janë 200.000 vende. Pra, administrata e pire me para 10 viteve ku kam punuar, ka qenë gjysma thuajse gjysma e numrit. Kemi pasur në 2011 një popullsi më të madhe se sot, sepse kemi të bëjmë nga fenomenet më destruktive dhe demografike të shoqërisë është popullimi. 10 vite më përpara kemi pasur popullsi më të madhe, administrat më të vogël. Ndodhi reforma territoriale, ndryshuan shumë gjëra, u vu e gjithë reforma territoriale mos harrojmë në shërbim të zgjedhjeve në 2017-ën, e më tej 2019 e në vim sot bëjmë pasojat. Po kjo reformë territoriale nga kush u votua, se kjo nuk thënë gjithmonë ajo historia politike. Nga të dyra palët, unë po flasë për një përgjithësi nga të dyra palët. Sepse sot kemi një palë që ka humbur zgjedhjet dhe dele thot unë si njoh zgjedhjet në 2025 për ne shqiptarë, sepse këtë duhet them. Kur për të huajt të blesh vota është e papranueshme, pa tolerueshme. Ne pse pranojmë të themi sot në 2025 si arsyetim për humbjen e zgjedhjeve, a i na bleu votat, unë nuk pranoj zgjedhjet, po të mos pranoj zgjedhjet, për mua kjo është retorike gabuar, për mua ta mbaroj fjalin, jo që ta bëjmë si dialog nga që kemi edhe zotrin dhe Elena se nuk do të flas më. Kjo është një fenomen shqetësues jo vetëm për blerjen e votave, është në disa aspekte. Pra, humbja e opozitës do të thotë që opozita do të mbajë përgjegjësi, por kjo nuk është vetëm kjo. Ne nuk po flasim vetëm për vjedhje dhe për blerje votash, siç thatë edhe ju, sa vota ka bler, nuk ka bler shumë Erion, por është numri administratës publike, janë 200.000, pra kemi një zvoglim të popullatës dhe një rritje të numrit të administratës 200.000 individ që punojnë për administratën publike. Po këta 200.000 individ dy të votojnë janë 400.000 vota. Por këta 200.000 a duan të votojnë për Edi Ramën? Këta dhe duan dhe nuk duan. Po ata që nuk duan e kanë të lirë në kutinë e votës. Jo, nuk e kanë të lirë. Nuk e kanë të lirë. E thoshte Beti Njuma, kur idhin në kuti vetëm Zoti ju shef, nuk ju shef Edi Rama. Por e kanë thënë gjithë sepse është bërë refren në këto zgjedhje. Për këtë makiavelizmin që edhe Zoti i pa që votuan Edi Ramën. Për makiavelizmin që unë fola, kur je në varfëri, kur je në mjerim, mos harro që kemi mjerim ata që punojnë në administratë, se fakt Zoti janë në biznes privat, me makina luksit. Unë po flas, shiko. Numri i drejtorave është më i vogël se numri i përgjegjësve dhe ende numri i përgjegjësve dhe i drejtorave më i vogël se numri i specialistëve. Hierarkia diet, personat që janë më vulnerabël, që punojnë për qeverinë, që mbas punës në administratë publike atashohen dhe angazhohen politikisht, janë specialistët. Me një rrogë, 400, 500, 600, sigurisht unë e quaj mjerim rrogën e një personi specialisti që merr 500.000 lekë me presidentin dhe kryeministrin që merr mbi 2.000, edhe kur folën për rritje ekonomike, për margjin, pra për rrogën mesatare, rroga mesatare nuk u rrit për të gjithë. Rroga mesatare u rrit sepse rroga e personave në detyrë më të lartë, hierarkike, u rrit. Pra, personat që janë më shumë në shërbim nuk janë drejtorë, ata mund ta kundërshtonin parlament dhe mos e pranonin rritjen as të rrogave deputetët, ose do ishim opozitë e ndershme. Atëherë deputetët le dinin dhe thonë, jo, ne nuk i duam rrogat opozita, rritjen e rrogave, për shembull. Nuk po flas, që u bë rritja e rrogës është gjë më e mirë që u bë. Jo, po po them edhe në vende X apo Y. Jo, shumë mirë që u bë rritja, por kur folën për rritje të rrogës mesatare, rroga mesatare u rrit sepse
rroga e pozicioneve më të larta u rrit shumë herë më shumë sepse nuk po flasim për këtë dhe unë nuk jam në pozicionin e një ekonomiste që të flas, por çdo gjë ka pasur tendencën për të pasur dhe atë propagandën brenda. Dhe të paktën ne të dyja që kemi miq nga të dyja krahat e dim shumë mirë presionit jashtëzakonshëm që i bëhet administratës publike dhe të kesh nuk po flasim për administratën publike në Tiranë. Administratën Gjirokastër, Mallakastër, në Fier, domethënë kanë në të gjithë botën, është legjitimuar angazhimi i administratës publike dhe presionit. Çfarë janë patronazhistët? Pse duhet të rinë kanë dalë nëpër media, kanë dalë letra të patronazhistëve që shkruajnë me shkrimdore sikurse ne të dyja këtu, që mbajnë emra dhe përshkruajnë me detaje, i shoqëruar me minoren, veshur kështu, votoj këtë, erdhi me këtë person. Këto nuk i bëj asnjë rasti, këto i bën administrata publike. Floriari po kërkon një ndërhyrje për sqarimin. Po, patjetër. Erion, në falë se nuk e fiksova emrin e zonjës edhe u futa pak vonë në Haris. Po, unë mbështes përgjithsisht atë që thotë zonja Haris, megjithatë disa pika për të kundërshtuar, le të themi. Fillimisht të gjeturit e fajit tek patronazhimi, po e nis nga kjo fundit me që është një gabim. Jo, nuk ka faj patronazhimi, ka edhe faj. Nuk thash ka faj, ka edhe faj, thash të gjithë kanë faj nga pak. Ne po analizojmë vetëm në të rast opozitën që ka faj, patronazhimi që ka faj, janë një sër faktorë që ka faj, pra humbja dhe fitoria analizohet me faje të gjitha kaheve. Pra, ne fitore mbas fitore e Ramës flasim vetëm për opozitën. Ne duhet flasim për opozitën, por ne duhet flasim dhe për patronazhimin, dhe për administratën publike, dhe për krimin organizuar, dhe për bandat. Në Elbasan fitoi Sara Mile dhe Arken Balla, më të fituarit persona që nuk i njohin fare, pra 19 vota, po unë po e paralelizoj me tabakun, me tabakun dhe Ali Mehmetin, pra këto kanë marrë. Arkendi është deputet i parlamentit dhe në Durrës Arkendi është fjalë të gjitha komunitetet, po pra, ky është problemi, sepse duke mos i njohur kandidatët, thash dhe në fillim, ka vende të cilën njihen kandidatët dhe kanë dhe kontributin. Mos i sulmojnë sipas shifrave. Florial jam absolutisht Florial jam e çdo fjalë që ti ke thënë. Unë thjesht ndryshe nga ty nuk po kape me një hallk të problematikës, po mundohem në këtë kohë televizive të zë disa hallka. Jam plotësisht dakord me atë që thua ti. Tani dy çështje për cilët unë doja të diskutoja. Administrata dhe patronazhimi. 200.000 veta. Patronazhimi është përdorur si një term pejorativ. Është pejorativ, duhet të jetë pejorativ. Jo, po leta dëgjojmë. Është mirë filti aktivitet partijak, të cilin e bën çdo aktivist partijak në Shqipëri. Por, për shkak se Partia Socialiste është shumë më tepër e organizuar dhe ka një avantazh shumë më të madh në këtë pikë, Partia Demokratike qahet sepse nuk arrin ta bëjë dot këtë gjë. Çfarë është patronazhimi? Duhet bëj Partia Demokratike nuk ka si pushtet. Një militant, sepse s'po e bën organizimin si duhet, ato po thot Floriari. Një militant në vendi ku ai banon përkujdeset dhe ndjek kontaktet me njerëzit që ka rreth e qark tij, me banorët që ka ose me kontaktet e tij. Dhe kjo është ai le të themi merr informacione për orientimin politik të tyre. Pra është një person kontakt. Fillon edhe ndikon nëse ka mundësi, ose gjen mënyrën se si duhet ndikohet me njerëz të caktuar. Pra ka një banor që ka nevojë për legalizimin e shtëpisë. Ka një person tjetër që ka nevojë për punësim. Ka një person tjetër që ka nevojë ka njerëz që vojnë për informacion. Po tani drejtësia në studion e Jonit do ta vendosë tani. Sepse ai ka njerëz që kanë nevojë për këta persona, patronazhistë. Të mbaroj se ndoshta do të dalë diku që mos ta paragjykoj. Të ndërpreva dhe po ta them. Unë jam vetë patronazhist, kam qenë vetë patronazhist i Partisë Demokratike. Dhe çdo njeri, çdo militant partie dhe çdo aktivist partie është patronazhist. Nuk është vetë. Nuk po blen vota. Po evidenton problematikën e njerëzve që janë rreth e qark tij. Po përpiqet të propagandojë në çdo vend partinë e tij.
Këtë gjë ne kemi bërë mirë fillti në vitin 2000 në çdo palëzgjedhje. Dhe konkretisht përveç kësaj në lidhje me administratën. Në vitin Me sa duket interneti nuk është në favor të Florianërit që ta sjellë me demokratike. Po. Presioni i Partisë Demokratike mbi administratën në vitin 2013 ka qenë ndër më të fuqishmit që kanë qenë ndonjëherë në zgjedhjet, qoftë në 2007-ën, qoftë në 2009-ën, qoftë në 2011-ën. Megjithatë, ky presion nuk prodhoi vota, sepse njerëzit kishin humbur besimin dhe kishin humbur shpresën tek elita e Partisë Demokratike. Dhe këtë gjë njerëzit e kanë edhe sot e kësaj dite. Militantët nuk ndryshojnë, ata ty do t'i kesh gjithmonë 1% të partia ty do t'jenë gjithmonë proteje. Mirë po, pjesa e lëvizshme e elektoratit, pjesa që shikojnë gjërat me objektivitet dhe shikojnë gjërat më hapur, ata ndryshojnë. Dhe në këtë aspekt, genialiteti i mashtrimit dhe hipnotizimit të Ramës ka qenë shumë më efektiv. Ky genialitet bazohet tek shumë faktorë, vetë natyra e tij personale, sepse ju e pat dje me një film që mbas edhe jashtë thonjzave, që ai u tregonte liderëve të Evropës që i habitit gjithë ata. Ky është një lloj genialiteti që edhe Ramën gjeni, domethënë në këto kushtet mandatit 4 historike për pluralizmin shqiptar që nuk ndodh as në vendet e Afrikës. Nuk e di. Ndajemi këtu bashkë. Ky lloj genialiteti, të lutem se nuk po më dëgjon fare. Të dëgjoj. Edhe djalli do ta kishte zili. Dëgjoj shumë mirë. Këtë lloj genialiteti në mashtrim dhe hipnotizim, edhe gjarpri edhe djalli do ta kishin zili. Ama kemi të bëjmë me një person të tillë, nuk kemi të bëjmë përsipër me një budalla, nuk kemi të bëjmë përsipër, nuk kemi të bëjmë përballë me një njeri të paftë. Sigurisht budalla nuk fiton mandatin e 4 në 35 vite pluralizëm dhe të hipnozës. Sigurisht. Kemi të bëjmë me një mjeshtër të mashtrimit dhe të hipnozës. Sa më shumë ta quajmë në mjeshtër, aq më mjeshtër do jetë ai. Duke filluar nga baza e partisë tij, duke shfrytzuar çdo element me ndikim në shoqëri, duke vazhduar tek bandat, a është kjo demokraci? Tek bizneset. Atëherë a është kjo demokraci? Si çfarë është kjo? Se ti flet mua më rriqetet mishi, sinqerisht. Unë friksohem nga kjo optik që ti bën me të cilën unë pajtohem. A është kjo demokraci? Apo pranojmë ne kaq bukur se vjen Macroni thotë investoni në Shqipëri, të drejtohemi nga ky njerëz, sepse këto që thoni ju, zëre se mi ke nxjerr mua nga mendja nga shpirti, ndaj plotësisht njëtin mendim me ty. Po ne po qeverisemi nga ky njerëz gjar për mjeshtri i manipulimit dhe nuk është vetëm ai, sepse ai drejton një kupol të tërë Partisë Socialiste, të cilët e adhurojnë dhe të cilët po bëhen si ai. Balluku është një ndër to. Pse nuk është ka shumë Parti Socialiste, pse nuk është Mimi Kodheli një ndër to, po ka qenë dhe ngelet zonjë. Pra ka njerëz që janë distancuar nga kjo mjeshtri, nga kjo genialitet manipulimi, sepse njerëzit një jetë kanë, po këta po sillen si të pavdekshëm. Ja, praktikisht është ajo që thot Gentiani, po thoni të njëjtën gjë, po thjesht po e thoni në forma të ndryshme. Nuk ndryshojmë dot Ramën. Nuk ndryshojmë dot Ramën, do të ndryshojmë ne pra që Rama të vazhdojë të jetë i njëjti pa na qeverisur. Vetveten ose mënyrën se si duhet të përballemi me Ramën, dakor? Dhe më fal. Manzore pak iden. Po, Gentian, dua ta vazhdoni pak në këtë logjikën e Floriarit. Janë gjëra që partit i kanë ndërtuar në bashkësi të shkollë televizive. Nuk dëgjohen. Po, vazhdo. Masi u mora më tepër, po. Jo, përkundrazi. Florian, shpresoj mua pëlqen sensi jot kritik. Kur unë po flisa për sens kritik, frym kritike e joti ashtë, sepse ti je një ish militant i FDS dhe je kritik kundra asaj partie. Pra kjo është fryma pozitive pa tifoz llëk që ne duhet kemi dhe unë e vlerësoj. Në fundit kush është bilanci? Pse fitoi njëri dhe humbi tjetri?
mbase elektorati, qoftë ai kombëtar, qoftë ai diasporës, votoi të keqen më të pakët. Nuk mund të fitoje zonjë ari, nuk mund të promovosh ndryshimin me figurat e vjetra. Në qoftë se Sali Rama, në qoftë se Edi Rama, në qoftë se Edi Rama e ka pushturat e parti, e ka pushturat e parti, po ama në shkëmbim jep fitoren, ky tjetri e ka pushturat e parti, po në shkëmbim jep humbjen. Kjo është, unë desha të shkoja përtej, në qoftë se më lënë 2 sekonda, unë desha të shkoja përtej problemeve mikro. Kush janë problemet makro? Është mentaliteti, okay? Është kultura e një populli të tërë. Qoftë ajo në Shqipëri, qoftë ajo në diasporë, sepse edhe kultura e diasporës, diaspora social media dhe televizionet shqiptare shikon, edhe ne pra atje marrim goxha kulturë, frymëzim dhe edhe edukat. Unë do doja një lider larg famës që nuk bën fushat elektorale nga nesër që ka fituar zgjedhjet deri kur të ketë zgjedhjet mbas 4 vjetësh, sepse kjo po ndodh në Shqipëri. Në Shqipëri është fushat elektorale 4 vjeçare. Pra çdo gjë investohet, janë brav, janë manipuluese të gjitha, po ky është drama e madhe, që bëhet fushat elektorale. Po dhe nuk bëri fushat elektorale, po dheja politike flagët nga lufta që bën për të marrë qelësin e partisë, për të marrë vullët, për të marrë atë. Tani vonë nuk kujtuan dhe Sali Berisha e dinte, ashtu si tia unë e dinte dhe Sali Berisha që të humte. Sali Berisha do të jetë aty. Do të pushtojë, do të kapi, të mbaj peng partinë e tij, mos të futet atje tjetër, edhe është në rregull ai, krijon një imunitet të tillë dhe familjes dhe është në rregull. Ky tjetri e ka pushtuar, po ky po fiton. Çështja, si do fitojmë ndaj këtij tjetër që ky mos të bëjë atë me atë kultin e tij të individit, me atë propagandën e tij da manipulator numër 1, sepse është për të njohur kjo gjë, është një manipulator shumë i aftë, si do ja bëjmë për të hequr këtë pushtet dhe ta balancojmë të pushtet. Kjo është. Kjo bëhet, ai se bën dot. Ai s'do ta bëjë sepse ati interesojnë që masat të jenë ignorante. Ai ti interesojnë që populli të qeshë të argëtohet me bartaletet e tij dhe ai kur ai të flet me çitianë dhe kur bie dallues së shesh. Kjo është drama. Atëherë duhet investuar në shkolla. Po kush ta futi këtë frym? Ata partitë e reja që kanë këtë frym, ata i lan me një votë. Shpresojmë zgjedhjet e tjera, shpresojmë njerëzit të protestojnë e të dalin në shesh, jo për t'i përqokën atij flakut atij Sali Berishës që kanë mbaruar, po të shkojnë në shesh për të thënë ore, unë dua që mos i jap shtetit, dua që fëmijëja ime të ketë të ardhmë këtu. Edhe që fëmia të ketë të ardhmë këtu në shkollë, duhet të mësojmë ç'është e drejta e votës, ç'është liria e votës, ç'është dinjiteti i një qytetari evropian që do të ndihet i tillë, edhe që kur të shkojë në shtëpi ta ketë kryezën plot. Jo të shikoj atë pallatin e bukur, të mburet me atë kompleksin e inferioritetit, sepse ky është problemi. Kur unë përmenda artikullin e gazetës që kam shkruar këtu, edhe që shkruaj gjithmonë, ku mundojmë të bëj një radiografi Shqipërisë, problemi e di kush është, që ka shumë shqiptar, miq të rinj dhe unë që i konsideroj mas kritike që më thonë shumë i ashpër, ishe morbur. Pse duhet ishe kaq i sinqerti? Pse duhet i tregosh italianëve ti që shqiptarët fiten përgjithësisht miell? Dhe unë i përgjigja, mor zotrizësh, ti shpreson ta rregullosh atë vend duke i mbuluar këto probleme, nuk e zgjidhim kur atë vendin nëse ne nuk e sensibilizojmë dhe unë atë artikull nuk e shkruajta për shqiptarët, për italianët, më fal. Unë atë shkruajta që ta lexonte Edi Rama dhe që të di dhe italishtën, edhe që të ndroj kalibër, të ndroj regjistër. Ai dhe tjerë dhe që të thotë, po prit se këta po më tregojnë mua fytyrën e vërtetë. Unë jam shumë krenar morbur që Edi Rama ka bërë Shqipërinë të jetë që të ndjem krenar që jam shqiptar, sepse Shqipëria është bërë qendër e Evropës. Duhet të jerim shtrëmre të themi drejt. Është e vërtetë që i ka bërë ai, edhe pse kujtua në mandatin e fundit, të tretin, jam krenar. Çështja është, a do ta mbushim dhe barkun e njerëzve tani? A do ta bëjmë që shqiptarët të rinë në Shqipëri mos të kenë frikë nga korrupsioni, mos të kenë frikë nga mjekësia, mos të kenë frikë nga paparazia dhe jo meritokracia në studime, në shkollë, edhe në bizneset që shka. Hajde të luftoj për këtë. Nuk më mjafton më aparenca. Nuk më mjafton më u kënaqje me spakun. Nuk më mjafton ai, dua më shumë. Kjo është mentaliteti dhe fryma kritike që duhet të ushqemi ne. Jo të themi tani që ore pse çani ju po don.
Po ne se po dea kishim shpresë që të bënte një opozitë, nuk e bëri, do ta shajmë që të ndryshojë, që ti ke ai që humbi, të vinë të rinj që kanë frikë të bashkohen. Pse u krija partitë të reja zonjë? Pse u krija partitë të reja? Jo, raporti Shabani dhe të tjerët të futeshin te Partia Demokratike, edhe jo t'ja merrnin votat. Një gjë është e sigurt që të gjithë e dim. Partia Demokratike, pra opozita në tërësia ai koalicion për Shqipërinë madhështore, do të kishte komplet një tjetër rezultat të përmbysur nëse në listat të mbyllura do të futeshin figurat e reja, pra ato figura që ishin në listat të hapura. Absolutisht kjo gjë e dërmoi dhe e çoi në humbje, sepse kemi rastin e Idrizit. Absolutisht, pra kemi rastin e Ali Mehmetit dhe Jurita Tabakut që morën mbi 15.000-16.000 vota në listë të hapur, dhe kemi rastin e Idrizit dhe Ilir Metës, të cilët me 8.000 vota, 8.000 e pak vota, për shkak të listave të mbyllura siguruan 3 mandate, pra Tedi Blushi, Erisa Xhixho edhe zonja Mesila Dode. Pra këta individ me 6.000 ca vota të Metës jashtë dhe 1.000 ca të Idrizit, pra këta 3 individ që duhet të përktheheshin në 30.000 vota për 3 mandate, jo në 8.000 vota, vetëm për shkak se ishin në listë të mbyllur, kjo gjë e dërmoi. Ndërsa Ali Mehmeti, Tabaku dhe shumë figura të tjera, Hilda Zhulali e të tjerë, të cilët absolutisht do të ishin në listë të mbyllur, do të ishin në parlament dhe nga aty do niste ndryshimi, edhe me figurat intelektuale të parlamentit, por dhe me votat. Qelçat e partisë si banaj lideri oriental, që thotë është pasuria ime, unë e kam krijuar, unë do ta mbaj. Ky është problemi. Ato këtë rinj, e kishte në dorë dhe ai, Lulzim Basha, nuk e arriti dot, sepse ky me ata fanatikët e tij vati ja mori me fort. Ai nuk u tregua, edhe ai u tregua Interesaxhi, fitoi gjithë ato lekë, fitoi dhe tani argëtohet me politikën shqiptare, se s'ka nevojë për një vend patjetër në politikë. Ky është drama. Ne në qoftë se arrim të kultivojmë akoma kultin individit dhe të shikojmë Sali Berishën apo Edi Rama si shpëtuesi tanë të vetëm, si zgjidhësit e tanë të vetëm, ajo pasuri politike që janë 2 partitë kryesore, sidomos Partia Socialiste edhe Partia Demokratike, duhet i konsiderojmë si pasuri kombëtare, mbajnë në duar të njerëzve që manipulojnë, që abuzojnë me ëndrat dhe me dëshirat e njerëzve dhe me mbështetjen e njerëzve. Kjo është drama. Dhe kjo ndoshta është një... Po, patjetër. Një ndërhyrje, Erion, të lutem. Patjetër, Florian. Lutem, vetëm më thuaj pak emrin e zotërisë, sepse nga që hyra vonesë... Gentiana Lima, keni të drejtë, domethënë duhet ta bëja unë prezantimin hera pas herës, kështu që... S'ka problem. Gendi, më pëlqen analiza jote, je i vërtet në këtë gjë. Mirë, por ne kemi një problem të tillë. Partia Demokratike është pronë private. Është themeluar nga një person dhe çdo njeri që e ka kundërshtuar atë person është që në vitin 91-92 nuk i është lënë mundësia as me mbajt fjalim, ose kur malonte fjalimin hante ca shkelma dhe dilte për jashta. Dhe ai këtë pronë e njeh mirë, domethënë, këtë pjesë dhe nuk e lëshon dot. Edhe kur e jep me qera, i qëndron prapë në kokë, si në rastin e Bashës. Ky është pronari kësaj prone është Berisha. Në krahun tjetër kemi një kopje të Berishës, i cili është Edi Rama. Unë mendoj se Edi Rama e adhuron Berishën për atë që bën dhe përpiqet që ti ngjasoj atë në mënyrë të plot. Ndryshimi i Ramës është vetëm që Berisha atë vitet e para të fëmijërisë tij i ka kaluar fshat, kurse Rama ato vitet e para të fëmijërisë tij ka kaluar në qytet. Pra, vetëm ndryshim nga njëri tjetri është ndërmjet Ramës së Berishës. Jashtë kësaj, ata janë 2 karaktere të njëjta. Dhe në lidhje me atë pjesën tjetër, domethënë që po thoje me këtë punën e partive të reja? Më doli, më fal. Më fal, domethënë se ashtu. Pra, që ti qëndrojmë këtyre si të qëndrojmë këtyre 2 elementeve, pra. Këta 2 persona janë njerëz që kanë të njëjtin karakter dhe i trajtojnë partitë si prona private, dhe kjo është fatkeqësia e jonë. Rama këtë pronë e mori, e zaptoi, le të themi, me ato blerjen në 2005 të partisë nëpërmjet oligarkisë dhe parave që ai kishte siguruar si kryetar bashkie, dhe tani e ka totalisht nën kontroll.
keni parasysh gjë, në qoftë se do të vijë një moment i afërt që Rama do të humbi zgjedhjet, edhe ai do të sillet një lloj si Berisha. Ai një lloj është sjell në 2009-ën, nuk pranonte përgjegjësi, nuk donte tikte nga kryetar partie, biles arrinte edhe pak më tepër, nuk bënte as zgjedhje në parti. Mbas vitit 2013, në rastin kur Ben Blushi donte që të kandidonte si kryetar, kandidonte ta sfidonte për kryetarin e Partisë Socialiste, ai nuk pranonte të bënte as zgjedhje, donte të ndryshonte statutin që thoshte nëse partia fiton zgjedhjet, nuk duhet kemi zgjedhje. Pra, kemi të bëjmë me dy njerëz që janë të njëjtës prerje nga të dyja krahët. Ti e the shumë saktë në fillim të bisedës, kemi me një komunist i cili është Berisha dhe me një njeri që është rritur në djepin e komunizmit ose në djepin e elitës komuniste, që ishte Rama me gjithë familjarët e tij. Florian, që mos duhet të përsërisim gjërat që u thanë deri tani, sepse kemi edhe Helenën që kemi të ftuar këtu, por që gjatë gjithë këtij transmetimi duket se ka qëndruar në hije, ndonse ndoshta prej faktit se u evidentuan tiparet e Ramës për mirë apo për keq edhe nëpërmjet jush. Helena, ky Rama për të cilin u than kaq shumë epitete deri në këto momente. Unë do e përkufizoja këtë magjistar i cili arrin të bëj gjëra edhe të pabëshme. Në fund të fundit, a e kemi fajin ne që duke e pranuar, se duhet të pranosh është hapi i parë, që ai do jetë kryeministër për 4 vite të tjera, sikurse për 12 vite të shkuar. A ka një mënyrë se si këtij personi t'i japim të këqijat dhe t'i marrim të mirat në mënyrë që ne si shqiptarë të ndjehemi më mirë? Shiko, faleminderit për kohën edhe kolegëve, s'më ndodhë një herë tjetër, por... E di, sot keni ndenjur e heshtur si kur më parë. Besoj që në të gjitha rastet kur duhet ta kuptosh në cilat përmasa janë problemet e opozitës edhe se sa shumë vite do na duhen për të ndejtë në pushtet me opozitën e cila gatitet në për televizione, në për fushata, në për qytetet vogla, duket sikur kemi shumë punë për të bërë. Kur them shumë punë për arsye sepse gjithë secili nga ne, pavarësisht se si etiketohemi nëpër media, jo patronazhist, jo supportues Partisë Socialiste, unë personalisht nuk mbaj asnjë pozicion në administrat, por normalisht e kam thënë disa herë në media, nëse mendoj që një gjë nuk është e mirë për vendin tim, për mua dhe familjen tim, unë e luftoj atë me çdo lloj kohe të vënë në dispozicion për të shërbyer një gjë që është më e mirë dhe më e madhe. Ajo çfarë ju kur kam parasysh emisionin tuaj dhe të gjitha ato hyrjet që të përgëzoj publikisht për këtë, u kujtoa një gjë që ndodh në veri para shumë vitesh, se unë dhe Berisha jemi bashkë verior dhe shumë të tjerë. Një grua e cila nuk e kishte burrin, më kujtoa tani si histori, ajo donte me patjetër ta mbante autoritetin e vet brenda familjes edhe brenda fshatit ku jetonte. Dhe pavarësisht se djemt kishin filluar të rriteshin edhe të jepnin le të themi rolin e tyre në shoqëri dhe pozicionet ku ato mund të ishin aso kohë. Dhe patjetër që kjo nuk e lëshonte vendin, dhe se mendonte se ishte mençur, mendonte se ishte aktive, mendonte se përshtatej dhe donte të rrinte në atë hijen e të parit. Dhe çfarë ndodhi brenda familjes, mori një dhitë të plakur, e zihen edhe e quan edhe i thanë se ulen kryt vendit ajo dhe ja vendosën këtë kokën e dhis. Dhe i thanë tani do ta konsumosh të ushqimin. Dhe zonja plaka në fjalë, si që plaka e shtëpisë, nëna e madhe, varet se si e kishte emrin atje, e hapi kokën dhe e pa që truri ishte shterruar. Dhe tha, e kuptova, e mbylli dhe u çuna vendit dhe e dorëzoi, le të themi, të gjithë autoritetin e djemve për ta bërë shtëpinë dhe për të vazhduar atë funksionalitetin, pak traditën familjare për të mbajtur emrin e babait e tjerë. Kështu që këtë gjë mendoj që duhet ta kishte bërë Berisha me gjithë këta djem dhe vajza të mira që i ka rrotull vetes. E thash dhe në fillim, shmëria politike është puna që u bëj ashtu siç bëjmë gjithë secili nga ne. Çfarë ndodh sot me Ramën? Nuk e besoj që Macroni është aq i lirë edhe është aq i lehtë që ti ta blesh e ta sjellësh dhe të flasësh ca fjalë të mira. Nuk është $6 milion, apo nuk është një moment, apo ky është një moment historik dhe jam e detyruar ta them që momentet të tilla historike, të cilat janë kërkuar vazhdimisht, për të cilat ne jemi takuar me këto zhgënjime të kësaj pasaporte, të pavlefshmërisë së shqiptarëve, të emigrantëve shqiptarë që kryesisht kanë qenë në Greqi dhe në Itali, të mënyrës se si janë trajtuar, se si janë parë. Tani ka ndryshuar komplet çësia. Kemi në studio
zonjën në cila jeton në një vend, kemi familjar tanë që jetojnë në vende të tjera, dhe tani nuk pyesin më të huajt se Shqipëria është afër Serbisë, është afër Greqisë apo Kosovës, që është lufta e afërt, e tjerë është folur, është mediatizuar në para 26 vitesh. Kështu që ata e dinë se Shqipëria ku është. Ata e dinë se Shqipëria ka një turizëm të mirë dhe gjithsecili nga ne, të paktën unë personalisht, prandaj dhe kundërshtova ieri sepse e përgëzoj për gjithë punën që bën, por unë jetoj mes Tiranës dhe Durrësit dhe ka disa kandidat të Partisë Socialiste Demokratike që e njoh. Dhe ajo çfarë ndodh sot me shqiptarët duan që atë njeriu e punës ta kenë afër. Ndoshta edhe kjo ishte arsyeja që kisha çasti për të punuar me Blendi Gonxhën apo e tjerë. Pra sot ka ndryshuar edhe tradita dhe mënyra se si ne i duam njerëz të punës. Apo harruam shumë shpejt në 97-ën, harruam dhe Gërdecin, harruam dhe viktimat, apo harruam edhe shumë të tjerë brenda Parlamentit të Shqipërisë që kanë qenë kriminal. Apo jo? Sepse ka një gabim shumë të madhe jonë që duhet ta themi. Në gjithë fushatën elektorale që bëj, unë personalisht jam me fat që i njoh gjithë dimensionet e fushatës. Ka ato tradicionalët që janë përgjithmonë. Unë kisha kundërshtarin familje, mami im thoshte të votojë në Braçe sepse besikëria gjëja më e rëndësishme, ndërsa unë bëja fushatën gjithkohës për një kandidat tjetër, siç ishte Blendi Gonxha. Pra, ka disa tradicional të hershëm që e kanë ashtë Partia Socialiste, ashtu që e kanë Demokratike, por nuk mund ta lëvizin gjithë gjën. Duhet edhe të tjerë. Dhe brezi i art, brezi mesit janë pikërisht 27, 28, 30 vjeçar deri në 45 vjeçar, të cilët janë në kohën e pjekurisë dhe maturisë për të vendosur, janë në fushën e biznesit dhe janë duke lulzuar, le të themi, në sukseset e tyre, dhe ata e bëjnë dallimin mes një partie dhe një partie tjetër. Të paktën në rezultatet që kam parë në këto mund të them 12 vite të fushatave elektorale, të cilat kanë patur një zë jo të vogël dhe jo në një cep, kanë patur dhe zë mediatik dhe kanë patur dhe zë fushat intensive, duke u shmangur, po themi, nga të gjitha aktivitetet e mia, ndoshta edhe profesionale dhe jetësore, vetëm për të dhënë atë kontributin. E kam besuar këtë gjë dhe vazhdoj ta besoj. Për sa i përket samitit dhe për sa i përket BE-s, për sa i përket her pas here që diskutohet pasaporta se nuk ishte karta e nevojshme apo nuk ishte drejtësia. Deri tani kemi folur për drejtësinë dhe kemi thënë ky vend pa drejtësi. Tani vjen një moment që nuk e duan spakun. Deri dje kemi thënë që bulevardi Zogu i Parë në cilin unë jetoj nuk duhet, bulevardi u bë gjithë ajo protestë dhe sot shkojmë e bëjmë ato protestat aty pavarësisht se nuk din të bëjnë as protesta. Por tek sa edhe Giro d'Italia ishte një marketing tjetër, pra ishte marketing i nevojshëm për Shqipërinë tonë dhe u vendos në një zonë fantastike që duhet promovuar, sepse detet na lidhin, se nuk na lidhin zogjt dhe ajri, vetëm ne na lidhin detet dhe normalisht shkëmbimet për këtë të bëhet. Dhe për sa i përket pjesës ekonomike ne dim shumë mirë që nëse ka një gjë për cilën çdo kush çohet mëngjes dhe ju e thatë për Marksin, por dihet që përmasa e shtuar e lirisë së individit është ekonomia për çdo individ dhe për çdo shtet. Nëse ti arrin të fuqizohesh ekonomikisht dhe të kesh marrëdhënie të tilla, pa diskutim që janë benefite të shtuara. Nuk mund të rrim me të shkuaran. Problemi më i madh i Partisë Demokratike sot, që e shoh unë personalisht si Elen, është shumë e vështirë që në një të tashme të tillë, e cila lëviz në dimensione krejt të tjera, pavarësisht se fajshohet shpobullimi, por nuk harrojmë të themi që 30 e sipër lindin tani bëhen familjarë dhe fëmijët, dhe linçmëria ka shkuar në limite të tjera, numri i fëmijëve është në limite të tjera. Por nga ana tjetër unë kuptoj që nuk mund të flasësh për një të tashme të tillë, e cila lëviz me ritme të jashtëzakonshme në të shkuaran, se ata çfarë do prezantojnë? Dikur ne, se ne dikur në një kohë X dice dhe tani do flasësh me një kohë Y. E para dhe tjetra, e fundit për ta mbyllur diskutimin, se u përpoqja të përqendrohem si ato përkthyeset e rregullta. Ka dhe një gjë tjetër për median. Media, për te pamundësisë ndoshta dhe ankesave të vazhdueshme që ka opozita për median. Pastaj vjen përballë. Përballë është Edi Rama, që thot media sociale. Rama në media sociale ka bërë të gjithë prezantimin e aktiviteteve, projekteve, zhvillimeve, spitaleve, shkollave. Kush i ka bërë 400 e sa shkolla? Apo kopshta, apo qerdhe, edhe spitali tjetër që shkon në shumë e thjesht, tani do ikë unë të materniteti, isha të spitali tjetër, ti je shef për ditë, thu a duhej bërë, patjetër që duhej bërë, po duhej lë dhe një gjë shumë e bërë që ne të bënim dhe një 5 gjëra shumë më shumë. Dhe ti pastaj ankohesh se s'ke hapësirën mediatike, ku në media sociale gjithë secili nga ne, po punon në media sociale, po shet në media sociale, po rritet në media sociale dhe të gjithë këta, të cilët janë kandidat të partive politike të vogla, të gjithë fushatën e tyre elektorale e kanë bërë në media sociale sepse konsumatorë ne jemi të media sociale, sigurisht të medias televizive, por hapësira dhe mundësinë kanë qenë. Ajo çfarë është shqetësuese personalisht për mua është fakti se Partia Demokratike nuk do të ketë djemë dhe vajza afër vetes, të cilët janë të mirë dhe të konkurrueshëm drejtësisht me të gjithë kandidatët e partive të vogla e Partisë Socialiste, dhe mendoj që Rama do jetë dhe shumë gjatë në pushtet. Pik.
U përpoqja që gjatë kësaj ore transmetimit të sillja këndvështrimet jo të thjeshta të një teologu, të një juristi për të parë besimin tek e drejta dhe anën psikologjike dhe atë të dijes, sociologes dhe të dijes për të mbuluar të gjithë spektrin. Në fund të fundit rezultati është ai. Çdo boç trëndafili ka një kërcell të gjatë me gjemba të cilat ne i presim për të arritur deri tek bukuria që na jep ai. Faleminderit që të gjithë dhe që të ishit të pranishëm.